Liria ka emër, po jo vetëm, edhe organizatat të veteranëve dhe organizatat pra që i kanë një ndjeshmëri më të theksuar me luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kanë ngre alarmin për atë se çfarë po ndodh në Hagë. Va procesi po shkon drejt përmbylljes, po themi, maksimalisht deri në fund vitit duhet të ketë një përmbyllje të procesit dhe pastaj një vendim për njerëzit tonë që janë në Hagë, por gjithçka si duket ka shkuar keq dhe në shkelje flagrante të lirive dhe drejtave të njerëzit. Për ilustrim njerëzit Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi e tjerë janë në Hagë prej 5 nëntorit të vitit 2020 dhe ende nuk ka asnjë vendim për ta. Pra, ende nuk ka asnjë vendim gjyqësor që i bie, pra ata kanë qenë privuar prej lirisë pa mundësi edhe që t'i da drejtësi. Tash procesi, në fakt, është alarmu prej organizatës, prej Liria ka emër, që mund të ketë edhe protesta kundër gjykatës speciale, diçka që s'ka ndodhur këtyre viteve në respekt të asaj çfarë kishte ndodhur për atë procesit, të lënies së drejtësisë, pra, meqense kjo gjykatë pavarësisht që e imponume, ishte një vullnet edhe i përfaqësuesve të Kosovës për me sjell drejtësi ose për me heq hijen e akuzave që ishin bë, pohimeve që ishin bë të dikmartit. Kjo është tema parë që diskutohet sonte në Presing, po ashtu, pra do të kemi përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës për diskutuar edhe ato se çfarë po ndodh me PDK në raport vis-a-vis me pushtetin. Albin Kurti, pra tashmë për 30 herë nuk ka arritur ta konstituojë kuvendin, në LDK nuk ka dështuar pra deri më tash që të gjej një aleancë me këtë parti, shumë kush tash syti ka drejt PDK-s, pra a mund të jetë PDK-ja në kombinatorik të formimit të institucioneve të reja. Është sonte me neve Ismail Tasholli nga Liria ka emër, mirëmbrëma Ismail, mirë se erdhe. Po ashtu për Parim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës. Mirëmbrëma Leo, faleminderit për ftesën. Është kolegu im Duka Gjingëroni, mirëmbrëma, Duk, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Po ashtu analisti Dibran Hoxha, mirëmbrëma, Dibran. Dhe avokati Tom Gashi, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Ismail, po nisim me juve, pra keni pas një konferencë në cilat shumica e mediave patën titullin që mund të ketë protesta për ato se çfarë mund ndodh. Nëse mund të na tregu, pra çka realisht është ka ndodhur në Hagë, pra si dikush që nuk është i përcjellin me vëmendjen baza ditore si ju, pra ku është shqetësimi juaj për procesin në Hagë? Po, shqetësimi është në shkeljen e vazhdueshme të disa parimeve juridike etike në raport me gjykimin që po ndodh atje. Ne kem artikulu këtë shqetësim në vazhdimsi dhe me shpresën e ndrimit pozitiv të qasjes së tyre, po ajo ka vazhdu pa dhënë sheja për munal. Tash jem në një kontekst pak më të afrum, si me thonë, drejt vendimeve të mundshme, por gjasat që shkeljet nuk do të ndodhin janë shumë të vogla. Dhe gjykat nuk na ka lënë hapësirë edhe mundësi madje as juridike të artikulimit të shqetësimeve tona edhe si Kosovë. Prandaj ekziston gjithmonë një mekanizëm edhe ai quhet mekanizmi qytetar, që në një formë apo tjetër përmes presionit provon që të krijojë rrethana normale, sepse mos të harrojmë, asnjë njeri normal në këtë vend nuk është kundër drejtësisë. Asnjë nuk e njeh që thotë jam kundër drejtësisë. Por mënyra se si është që drejtësia të gjendet nëpërmjet Serbisë ka qenë totalisht e gabuar, sepse nëse kjo gjykat është e Kosovës dhe shkel kushtetutën e Kosovës, nëse gjykat është e Kosovës dhe ka pas zyre në Beograd e jo në Prishtinë për mu sinkronizu në kërkesa dhe rezultatet të prova caktume që i ka ofru Serbia, atëherë po i bjen që kjo gjykat qenë ka e Serbisë, jo e Kosovës. Kjo është shqetësim i tendencës së ndryshimit të narrativës dorën zemër të një periudhë të caktume ku konflikti i ka pas dy emra, Kosovën dhe Serbinë. Dhe kjo çka po ndodh, e kem shqetësimin që është tendenca e ndrimit të një narrative ku Serbia rahatohet mrena kontekstit. E çish konkretizohet kjo, pra jashtë kësaj
po themi që po thoni ju pra, konkretisht, që ka ndodhë Ismail, pra se këtë tendencën e gjykatës speciale, për të ndru këtë narrative, si që thoni ju, të luftës, dhe vetë shtetit Kosovës, e kemi pa për i fillimit. Ideja është që ka ndodhë tash që ju po ngreni alarmi. Sepse po vazhdon në pafundësi paraburgimi. Për parimin e kem pas musafir në mrena platformës, musafir po e thëmë mrena platformës Liria ka emër, edhe ka full aspektin juridik në mënyrë detaje. Ne jam mundu me artikulu pozicionin politik edhe etik të mbajtjes në paraburgim të tyne, që është jashtë çdo afati normal dhe interferencat të caktume prej shtetit që ka qenë pjesë dhe shkaktar i konfliktit. Dhe të dy shqetësime, kur ja bashkon edhe shqetësimet edhe shkeljeve juridike, na del një gjykat që nuk është serioze, po ka qëllime politike. Dhe në qëllimet politike madje i shtrembron edhe i stërkeq interpretimet juridike, sepse shpeshherë kem përshtypjen që kem të bëjmë me një gjykat që na trajton neve nga një pikpamje krejt tjetër. Në aspektin e premisave, mënyra se qysh na drejtohet, na trajton si specie tjetër në raport me qytetarin evropiane dhe premisat e tyne që i kanë mbi juridikën dhe botbesimin e tyne që e kanë mrena politikës edhe publikës. Do të thotë, ne nëse nuk jemi njerëz mjaftueshëm sa evropian, s'paku ne ta thojmë publikisht me 2-3 fjali dhe mos na torturojnë me këso lloj dy standardësi të sjelljes për hesapet të caktuara politike, sepse juridikja kur del nga shtrati i saj etik gjithsesi përfundon mrena kategorive politike. Dhe shqetësimi jon ka qenë në vazhdimsi se mos me e bë politik, po drejtësi. Dhe kjo nuk po respektohet. Ndërkohë përparimi i din sakt se ka profesion dhe preokupim të bagazhit ti, sidomos raportin juridik, por ajo çka është e rëndësishme të thuhet, nuk kem mekanizëm tjetër për me shpreh mos pajtimin e shkeljeve të vazhdueshme që ata i bëjnë ndaj nesh. Sepse nuk kem as derë qilë të avokat, kur them nuk kem si institucione, po flas në vetën e parë për Kosovën, po na ka mbet vetëm qytetaria si opsion i presionit për me marrë seriozisht. Nëse shë për situatën që qysh është përparimi me na dhonë një këndvështrim ti, për duke që gjykata aty është ajo vetë ka, si me thonë,